Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku bulgur me perime. Është një recetë shumë e shëndetshme dhe që mund ta përgatisni për familjen tuaj, qoftë për drekë ose për darkë. Nëse nuk keni mësuar që ta përgatisni bulgurin në shtëpi, unë ma sugjeroj që ta provoni, pasi me të vërtet bulguri është i shëndetshëm dhe mund ta përgatisni në vend të pilafit. Mund ta përgatisni si pilaf ose duke shtuar edhe perime për ta bërë edhe më të shëndetshme këtë recetë. Receta është shumë e thjeshtë, përgatitet shumë kollaj dhe në fund fare del shumë e shijshme. Pilafin me bulgur, por do t'ju rekomandoja që përveç orizit në shtëpinë tuaj të përdorni edhe bulgurin, pasi me të vërtet del shumë i shijshëm, por është edhe i shëndetshëm. Për përgatitjen e bulgurit me perime, në një tenxhere ose tigan të thellë, unë kam shtuar një kokër qep të grirë imët dhe më pas qepën e kaurdisi mirë derisa të fillojë të zbutet. Do të shtojmë një lugë gjelle me salcë speci ose salcë domate si të doni dhe më pas do të shtojmë në tenxhere edhe bulgurin. Në këtë rast unë kam përdorur një gotë e gjysmë me bulgur, i cili në këtë rast është paketim që brenda ka edhe makarona. Dhe më pas do të shtojmë në tenxhere edhe krip ose erza pule, si dhe perimet. Perime mund të shtoni sipas dëshirës suaj. Unë zakonisht përdor paketime me perime të ngrira, të cilat i ble të gatshme, të cilat përmbajnë brenda spec, karrota, brokoli, lule lakër, misra të zier dhe shumë perime të tjera. Por gjithsesi ju jeni të lirë të përdorni perimet që keni dëshirë, mund të përdorni bizele, karrota, të cilat mund t'i prisni imët, pra çfarëdo që keni dëshirë dhe që u gjendet në shtëpinë tuaj. I trazojmë të gjithë përbërësit dhe tani është momenti që të shtojmë edhe ujin e nxehtë. Në total për këtë recetë kam përdorur 3 gota e gjysmë me ujë të nxehtë. E shtojmë ujin, i trazojmë mirë dhe më pas vendosim kapakun dhe e lëm bulgurin që të ziejë. Unë në këtë rast i kam shtuar dhe pak mish të grirë, të cilin e kisha të përgatitur që më parë. Kjo është në dëshirën tuaj, mund mos ia shtoni fare. Mishin e grirë, duke qenë se ka qenë gati, e kam shtuar pothuajse gjatë fundit kur bulguri pothuajse e kishte pirë të gjithë ujin. Dhe në fund fare kur në tenxhere nuk ka më ujë, sipër bulgurit vendosim disa peceta kuzhine, i vendosim sërish kapakun dhe e lëm bulgurin edhe për 10 minuta të tjera në këtë mënyrë, derisa të pi të gjithë ujin e tepërt që mund të ndodhej në tenxhere. Dhe tani bulgurin e keni gati. Me të vërtet një pjatë fantastike, do t'ua rekomandoja ta provonit për familjen tuaj edhe në ditë të zakonshme. Kjo është edhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju të dashur miq. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.